Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kohën për të shijuar. Ju a kemi prezantuar që ditën e djeshme, kemi filluar tashmë në fazën e tretë të kësaj gare. Në fakt ju e dini që koha për të shijuar është një sfidë, një emocion, një garë në të cilën në fund të këtij sezoni ne do të shpallim dhe fituesin e sezonit të parë, për të ritakuar dhe për të vazhduar me këtë garë në sezonin e dytë. E në fakt sot do t'ju prezantojmë dhe do t'ju urojmë mirëseardhjen dy konkurrentëve të cilët kanë kaluar fazën e parë dhe fazën e dytë me sukses. Ata janë shpallur fitues dhe janë përballur me njëri tjetrin. Elton Kola dhe Juri Tare, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. E keni menduar përballjen me njëri tjetrin? Në fakt mua më shkoi mendja, e kisha parandinin, po. Dhe shqyqy që u realizua ajo. Ndreote. Dhe më thatë që përpara sa të fillonit sfidën për ditën e sotme, keni vendosur dhe një bast me njëri tjetrin. Po. Kështu që unë uroj që njëri nga ju... Na kanë dorë mandi. Po, pa tjetër, në dorë mandi ju ka, se s'ka kështu këtë tjetër. Do të përcaktojmë mandi se cili nga ju do të kalojmë njëherë në finale. Elton, po që ke filluar të bëhesh king këto kohët e fundit? Kemi ndonjë të re? Të reja kemi sa duar. Ha, do ndash në i të re me ne. Kemi ndonjë qup në sfond, more Juri? Shë Valentini nuk e di se... Me kërë kalon në Shë Valentinin? Jo, festova 15 Më tha që ishtë andi nga liqeni, po. Jo, ka festuar 15 Më gjova që ishte nga liqeni, nuk e di. Juri, ti mirë? Mirë fare. Shumë mirë. Tani, djem, në përgjithësi u a tham paksa se për çfarë bëhet fjalë, ndërkohë që dhe për teleshikuesit i rikujtojmë edhe një herë se për çfarë bëhet fjalë në këtë fazë të tretë. Si Eltoni, ashtu dhe Juri kemi marrë në telefon, kemi thënë ejani sepse do përballeni me njëri tjetrin në këtë fazë të tretë, pa e ditur se cilat do të jenë rregullat e lojës. Kështu që pak përpara ne i shpjeguam të dy djemve, ndërkohë që tani ka ardhur momenti t'ju shpjegojmë ju se çfarë do të ndodhi në këtë fazë të tretë. E shihni që në tavolinën e punës së Jurit dhe të Eltonit ndodhen një shport e mbushur me produkte. Këto produkte i ka përzgjedhur Mandi, shefi i kuzhinës, pa dijenin e të dy konkurrentëve. Të dy konkurrentët do të shohin me kujdes produktet të cilët të gjitha do t'i përdorin në recetë, do t'a mendojnë, do t'i vënë dhe emrin e recetës dhe për 25 minuta kohë, të cilën ata e kanë në dispozicion, do të përgatisin këto receta. Nuk kemi më, ashtu si dhe në fazën e dytë, kriterin e shijes dhe të organizimit, i vetmi kriter mbetet koha, të cilën të dy konkurrentët duhet ta respektojnë. Ata kanë kohë 3 deri në 4 minuta kohë për ta menduar këtë recetë, ndërkohë që ne do bëjmë dhe një lidhje me Mandin për të na thënë disa këshilla për sa i përket dhe gjithashtu informacione për sa i përket përzgjedhjes së produkteve dhe ndërkohë të dy konkurrentët më pas do t'japin emërtimin e recetës dhe se si e kanë menduar për ta realizuar. Por përpara sa të zbulojmë se çfarë gjendet në këto shporta, falenderojmë Supermarket Xhangollin i cili na krijon mundësinë e mbushjes së këtyre shportave me produkte të ndryshme cilësore, por siç e kemi thënë, është shumë e rëndësishme me një kosto të lirë. Faleminderit Xhangolli. Mirë, afrohemi nga Eltoni. Elton, çfarë ke në sport? Shohim ke kunguj. Kunguj, pomodorini, midhje, qep, hudhër, ver, limon, edhe gjalp, krip piper, vaj ulliri. Shumë mirë. Besoj që në një farë mënyrë e ke krijuar ide, megjithatë nuk do ta zbulojmë sepse kur të kemi lidhjen me Mandin do të akoma kohë që ta mendosh dhe ta ideosh recetën tënde. Po kalojmë paksa nga Juri. E rëndësishme është që pasi lule shtrydhe një herë. Rëndësishme është që kanë fruta. S'më ndan mua. Sepse Jurin për të gjithë ato teleshikues që ndoshta nuk kanë pasur mundësi për të na ndjekur në fazën e parë të dytë, Jurin ne kemi quajtur kuzhinierin e frutave, që në fillim fare që ka ardhur na ka dhënë 4 receta të ndryshme dhe gjithmonë nuk kanë ndar frutat. Mirë në fazën e parë që i zgjodhin recetat vet, po dhe në të dytën të rastisin një recetë me fruta. Me sa duket nuk të ndahen. Dhe Mandi me frutat vërtet. Shumë mirë, dhe Mandi prandaj ka përzgjedhur këto produkte në mënyrë që të shkoj pak edhe dorës tënde. Normal. Dhe kemi patate. Kemi pataten, kemi rozmarin, hudhër, një fileto vici, kemi mascarponen, krema aceto, konjakun, lushtrydhen, vaj, krip, piper dhe gjalp. Dhe gjalp. Mirë. Tani nuk e di se si i kemi punët me Mandin. E shoh që është gati për të bërë një lidhje. E në fakt dua ta pyes
Këto receta që i ka përzjedhur duke u bazuar tek personaliteti i konkurentëve tanë, apo krejt rastësisht i ka përkuar këtyre dy konkurentëve? Mandi, përshëndetje me sërë. Përshëndetje, mi Sugjeta, përshëndetje dy konkurente. Pra, shikojmë Iva, nga Juri, duke parë e pasere që siç ne kemi vëndë një epitet, ose një parathënje të themi, kuzhinjeri i frutave, unë mendova sot për Jurin të përshtas fileton e viçit me lule shtrydhe, që Juri e pasere ka gatuar receta me fruta, dhe duke përshtatur lule shtrydhe dhe mascarpone, ka rozmarinen, ka krem aceto, ka vaj ulliri, gjalp, ka dhe hudhër. Ndërkohë ka dhe konjakun, pra që Juri e përshtat sa herë që gatuan tek frutat. Dërsa nga Altoni kemi një recet krejt të kundër, pra janë dy produkti që nuk ngjasojnë nga njëri tjetri. Kemi mjedhet e zeza të përshtatura me kungull, me pomodorini, me qep, me limon, me hudhër, me ver të bardhë, vaj ulliri, gjalp dhe kri piper. Po mirë Jurin që ja kemi kombinuar dhe përshtatur recetën, po Eltonit shide ka me midhjet, se vjen nga bureli. Fati keq që Eltonit pasi... Atëherë shikoj, kam bërë 2 ndërthurje, pasi Eltoni është nga veriu dhe në veri nuk para konsumohen shumë prodhimet e detit. E ke vënë në sfid. Unë mendova sot ta vënë në sfid duke i vënë produktin kryesor që ka midhet e zeza, nga italisht ai quhen cocenere, dhe duke përshtatur me kungull, pomodorini dhe me përbërësit e tij që unë thash pak më përpara. Pra si qepa, limoni, vera e bardhë, hudhër, vaj ulliri, gjalp dhe kri piper. Dhe Mandi, kam një ankesë. Të dy konkurentët sa po kanë arritur në studio, janë mësuar të jem unë zonja e shtëpisë dhe më thanë, mami, erdhëm ne. Kështu që e ka menduar të bëhem mami, po me dy çuna kështu të rritur fare, jo, sherët akoma. Atëre unë i bjeti e mbabi, va? Mirë, Mandi. E kemi nisur, ne i bjetë jemi të zotët e shtëpisë. E kemi nisur këtë sfidë me buzëqeshje, dhe unë uroj që kështu të shkoj deri në fund. Edhe unë gjithashtu dhe ju uroj sukses se fitoj më i mirë. Dhe të fitoft më i mirë. Mirë, ndërkohë, Elton, shpejt, qa do bëjmë? E ke menduar apo jo? Po, tani do midhjet janë të pastruar, nëse shikoj unë. Po? Rrallë parë pastaj midhjet. Po, ndërkohë që ti na e shpjegon, unë me njëherë vendos produktet këtu. Do prejmë qepën kubik. Po? Do shtojmë rrallë parë në tigan vaj ulliri. Po? Hudhër. Dhe midhjet do t'i kalojmë sote. Pastaj me kungullin do kavardisim qepën kubike, do t'a shtojmë, dhe do marrim vetëm pjesën e lëkurës të kungullit. Që do t'a presim kubike, do t'a kalojmë në tigan, dhe do t'a bëjmë në mikser. Ta bëjmë salsë, dhe t'a shoqërojmë. Dhe do t'a shoqërojmë për t'a lidhur së bashku. Mirë, shumë, i mendon që 25 minuta kohë të mjafton? Besojmë se po. Okej. Po zbulojmë pak sa recetën që ka menduar Juri. Juri, ndërkohë që vendosun produktet, ti shpjego se çfarë do të gatuar dhe si quhet receta. Unë do gatuar një fileto viçi me salcë lule shtrydhe, të ndërlidhur me djathtin e mascarpones, dhe me sa shoh këtu unë kam konjak dhe po mendohem të përdor një metodë ndryshe nga herët e tjera. Ta pim konjakun vetë kështu. Do ta lë siç është, po, do ta lë siç është. Konjakun të dekoruar me, po, do ta lë siç është, po, edhe të dekoruar me pak lule shtrydhe. Shumë mirë. Mendon që 25 minuta mjafton? Po, kam mjaft kohë. Ke mjaft kohë. Ke gatuar në një gjë pothuajse të përafërt? Pak të përafërt, po me ingredientë të ndryshëm. Po e ke ide? Po, normal. Mirë, shumë mirë. Atëre pa unë përkohë le të bjerë gongu, dëgjojmë gongu në sfond, sepse sfida e kësaj faze të tretë me Jurin dhe me Eltonin sapo ka filluar. Atëre Çuna më tha që ju duhen dhe mikserat, kështu që i keni të vendosur në tavolinë, në momentin e duhur që keni nevojë për ndihmën time, mjafton që mund të më kërkoni. Patjetër. Patatën do e bëj në formë chipsi. Ka përshtatur me fileton. Ndryshe nga herët e tjera. Do ta kalojmë në furrë apo? Po, do ta vëmë në furrë. Sepse shoh që pas ke përgatitur tavullin në furrë. Po, marinuar. Dhe më pas do përgatis fileton. Si të bëjmë sigur që këto janë të procese sipër. Shumë mirë. Vjenim pak vaj, që mos angjis. Ju kishte marrë malli për studion tonë, mo? Shumë në kishte marrë malli. Ne sa ishim këtu. S'kan kaluar një avë ditë. As 10 ditë, Duhet kaloj një muaj e sipër që na marrë malli.
Ja, do kalojmë, do mbyllim sezonin edhe do më vini këtu. Pasaj si do bëjmë. Do dalim për në i vizit në i ditë. Pa tjetër që po, kur të doni. Shikon në një konkurent interesant që mund të kini në studio. Si ju duket kjo faza e tretë? E keni menduar që do bëni diçka të tilla apo ju ka dalë jashtë parashikimeve? Për sa i përket recetës e ke fjalën? Për sa i përket garës, do me thënë në këtë sfidë. E keni menduar që do vjesht përballë kësaj sfide? Po patjetër, derisa ju futëm kësaj gjëje normal, Do diskutohet. ishte diçka që Nuk është një gjë që nuk mund të bëhet dot sikur s'ka për të ndodhur, më kupton? Çfarë pash ashtu. Elton e kishe parashikuar që do kaloje, kishe besim tek vetja që do kaloje deri në fazën e tretë? Kishe. Po, kishe besim. Tani e tutje. Tani e tutje është puna. Te faza finale, aty në ngetës në kalkaleci. Këto janë gati. Shala po, nga pishen. Mund të mbezësh pak të kupa? Gjithmonë kam probleme me... E ke pasur gjithmonë që në fazën e parë, kështu që... Akoma si mësuar. Pra, shi do marinoj fileton. Ishte mirë t'ja ishe këtë djamin. Shuminës jo e ka qef djamin e tepër. Dhe e pengon të pishet. Të piqet ashtu si duhet. Po, normal. Pra, bëjmë ca vija, që ta marri kripën brenda. Rozmarinat do i gatuajmë me fileton. E në të vezme, Po. atëre, fillojmë salsën. Okej, atëherë të ndihmoj unë Juri. Po. Do më thuaj vetëm çfarë dëshiron të hedhin brenda. patjetër, ja. Kështu që Emocionet si gjithmonë përsëriten. Që pa besueshme. edhe pse jeni ambientuar me sutën dhe me nesër, Normal, normal. kur bie gongu, duket si kur jeni si për herë të parë. Diskutohet. Luk? Dhe sa është dali për tu. Kam përshtypjen që mos duhet pak sa më e lëngshme, se nuk e di nëse Do t'i shkon pak ujë, ose se djati është pak i trash. Okej, atëherë e hequr ujë. Më thuaj sa? Pak sa të lidhet. Saktë. Po.
Këtë e gati. Po ka lëtë pak sa nga Eltoni, sepse më duke se dhe Eltoni ka nevojë për mikse, jo? Po. Dhe po më ndihmove rendën. Rendën, patjetër. Atëherë, Elton, kemi hedhur vaj ulliri, kemi skuqur pak qepën, kemi hedhur kungujt, po I ka vërdisim. Shoqja aty pas ke futur gjallë apo vaj? Pak gjallë, pak vaj. Pak gjallë, pak vaj, kemi hedhur hudhrën, tani hedhim dhe midhjet. I ka vërdisim pak. Sepse ka nevojë për shumë pak kohë. Në mënyrë që ata të hapen, midjet të hapen. Hedhim kripën. Kripën. Çik këtu. Këto do t'i shuajmë çik më herë. Këto më duhet çik ujë. Ujë. Po. Do t'i hedhim te midjet? Jo këtu. Iva, letra alumini kemi? Letra alumini, ja. Po, është. Se do vjen, duhet akoma, po. Ndërkohë Mandi na ndihmon nëse kemi letër alumini apo jo? Do ma? Po. Atëherë Juri, Kërkoj dhe unë, shohim a do gjejmë. Jo, nuk ka. tu larë si shte? Mund të ta krajosh me këtë, apo të duhet të bënë që ta Jo, djej? do ta asajosh. Do ta asajosh. Atëherë, po të lë të qetë. Elton, kemi vendosur, kemi futur dhe ujë, në mënyrë që kungujt të bëhen Sa të jetë Mjesa të zbutet, pastaj do t'i kalojmë mikser. këtë masën që kemi këtu. Ndërkohë kemi vendosur kapakun Tek midjet. tek midhjet, kemi hedhur dhe pomodorinin, Po, e shuajmë më verë. Edhe lejmë që të zbuten që çik. të zbuten e të Po, hapin, të ashtu hapin siç mirë, po. ashtu siç ne jemi mësuar që ti konsumojmë midhjet. Mirë, pomodorinin nuk kemi nevojë? Jo. Jo. Shohim që pjesën më të madhe të produkteve Eltoni e ka përdorur. E ke menduar me çfarë pjatë do ta servirësh me këtë këtu? Po. Apo? Si duket kjo receta? Mirë. E mirë, e shishme. E shishme Kështu dhe që, thjesht. Përderisa është e mirë dhe e shishme, atëre ta përmendim edhe një herë që të gjithë teleshikuesit kenë mundësi që ta shënojnë. Po. E kemi përgatitur dhe kemi quajtur midhje me kungull, ja? Po, një me salcë kungull. Me salcë kungulli. Përbërës kishim kungull, vere Qep, bardh, qep, hudhër, qep, gjallë, gjallë, vaj, vaj, midhje, pomodorini dhe limon. Po, limon. Kaq produkte. Shumë mirë. Eltoni ka menduar që ta alternoj këtë recet në këtë mënyrë duke e gatuar në 2 tigana. Në njërin tigana ai po përgatit
midhjet së bashku me pomodorinin dhe me vaj ulliri dhe pak gjallë, ndërkohë dhe pak verë, ndërkohë nga ana tjetër kemi hedhur për të skuqur qepën, më pas kungujt, i kemi shuar paksa me verë, si dhe gjithashtu kemi shtuar dhe ujë në mënyrë që kungujt të zbuten aq sa duhet për t'i kaluar në mikser që të bëjmë salsa. Edhe i qik. Mirë, regjia më njofton, ndërkohë dhe sa minuta kohë kanë në dispozicion të dy konkurentët dhe pse jo të bëjmë dhe një lidhje të shkurtër me Mandi. Ju kanë mbetur dhe 12 minuta kohë. Mjaftueshëm. Derisa kemi pak qaste në dispozicion, derisa të kalojmë tek mikseri, gjej momentin për të falenderuar Supermarket Xhangollin, ai i cili ka krijuar mundësinë si Jurit ashtu dhe Eltonit për marrjen e këtyre produkteve kaq cilësore, por me një kosto shumë të lirë. Xhangolli ka hapur tani kohët e fundit një pikë të re në stacionin e trenit, ndërkohë që mund ta gjeni gjithashtu në rrugët kryesore të kryeqytetit, si në rrugën Sirikodra, Nain Frashëri, Muslimshyri, liçeni artificial, si dhe komuna e Parisit. Tek këtij Xhangolli ne e dimë që gjejmë produkte me cilësi të mirë, por me një kosto të lirë. Në fakt, çuna kemi gatuar gjatë gjithë sezonit për produktet e Xhangollit, kështu që kam përshtypjen që keni kënaqur. Se duke pasur produkte me cilësi të mirë, na del edhe receta e shijshme dhe merrni dhe pikët maksimale, më Elton. Iva, kjo është gati për ta. Atëherë e hedhim me njëherë këtu. E hedhim. Salsën e kungullit e keni gati. Më ndihmon dot me një pjatë katrore? Pjatë katrore, po. Tiva, që më ndihmove. Faleminderit, po që do bëni pa Ivën ju? Qa do bëni t'ju pa Ivën? Përderisa i mami ndihmon... E ndihmon djalin tuaj? Se kot që është mami? Pjatën katrore do të vogël të madhe? Ata drejt këndshën, nëse ke gjë atë që përdorim. E kam Se ke para, për kërkuar, po kam përshtypjen që duhet kemi tani sepse kemi qenë te konkurrimi parë. Si do ja bëjmë? Po përdor atë, nëse nuk e kemi, s'ka problem. Atëherë përdorim atë që kemi. Ose ndoshta ta kërkoj edhe një herë këtu te Eltoni. Çfarë kërkon Iva? Jo, Juri, se kemi. Okej. Pa problem. Mirë, ndërkohë që regjia më njofton që kemi gati lidhje me Mandin. Mandi, ka kaluar pjesa më e madhe e garës,
kam përshtypjen që janë tek 9-10 minutë i fundit. 9 ose 10, se u duk si kur thash 9-10. Për 9-10 minuta këto bëjnë dasëm, jo recet. Atëherë, Iva, shiko, jemi duke i parë me shumë kujdes. Jam duke i parë me shumë kujdes, sepse ti ndërkohë që unë i shikoj... Unë punoj, Mandi, punoj, nuk rikohë. Më vjen mirë sepse duke parë nga recetat që janë përzirë, janë delikate, produktet kryesore janë delikate, nga Eltoni kemi midhjet, të përshtatur si pas idesë e Eltoni, duke i bërë kungullin pure, dhe midhjet duke kaluar në procesin sote, pra duke shtuar dhe pomodorinë. Është një kombinim shumë i bukur, si pas idesë e Eltonit. Më falë, Mandi, Elton, po pret diçka? Apo je në rregull? Ja, po pesë. Je gati? Në qoftë se kena më përndim, më thua, sepse koha kalon. Po, Mandi. Është një kombinim shumë i bukur, pra si shtash për Eltonin, duke krijuar sipas idesë tij këtë recetë, pra me produktin kryesor që ka midhet e zeza, ndërsa nga juri produkti kryesor ishte fileto e viçit. Në këtë rast unë kisha shtuar mascarpone, lule shtrydhet dhe patatën, duke e përshtatur dhe duke i dhënë një kombinim si që juri, po shikojmë të gjithë që po e kombinon, pra duke bërë salcën e lule shtrydhet me mascarpone. Më pëlqen ideja se si juri e ka krijuar. I ka ndërtuar këto produkte. Dhe fileton pasi e ka kaluar në tiganin zgarë dhe duke e kombinuar me kremin e acetos. Më pëlqen mënyra se si e ka gatuar deri në këto momente. Mbetet për të provuar, për të parë se si do kompozohet pjata dhe për të shijuar më pas kur ne të jemi në fund të... Pra deri tani përsa i përket pjesës së fantazisë të idesë, le të themi që të dy djemt ka shkëlqyer sot. Shumë mirë, deri në këtë moment jemi shumë mirë si shtash dhe nga kombinimi ideja që i kanë dhënë kësaj recete. Mbetet për të provuar pasi janë shumë receta të shijshme, duke parë dhe si shtash nga produktet kryesorë kemi një krah, në krahun e jurit kemi fileton e viçit, ndërsa nga Eltoni kemi midhjet e zeza. Kombinohen shumë bukur sipas idesë që të dy i kanë krijuar salcat dhe shpresoj që Shpresojmë që të dy recetat të shijojnë, po kaq mirë sa duken dhe shumë të fitoj ai që meriton Iva dhe këtë sfidë të sotshme. Po, Mandi. Mirë, unë për po ne po e shopusim bisedën sepse kam përshtypjen që vetëm pas pak momentesh ne do të jemi sërish bashkë këtu në studio, në këndin e kuzhinës ku ti do të kesh mundësi për të provuar pjatat, recetat, kështu që jemi gjatë fundit, shoh që Juri ka vendosur pra sapo ka filluar të vendosë në pjatë dhe produktet. Kjo ka përfunduar. Na e shpjego pak të procesin, pse ndodh? Pse bën këtë? Tër marinimi i biftekut të qëndrojë në mishin dhe të mos moftohen të jetën kohë. Okej. 5 minuta kohë keni, ë? Atëherë. Këtë lengu që kemi këtu, do t'i shtojmë pak mishit mbi të, sepse ka të erëzat. Unë jam drejt përfundimit të kësaj pjate dhe Jemi gati, e? Kjo ka përfunduar, po. Dhe jemi gati. Kjo është dhe pjata e përfunduar e Jurit, po kaloj pak sa tek Eltoni. Djemt kanë shkëlqyer sot. I keni duart flori, si njëri si tjetri. Mirë,
Ndërkohë që regjia më njofton sa minuta përpara kanë mbaruar konkurrentët, ose më thoni minutazhin që kanë mbetur, 3 minuta e gjysmë kanë mbetur nga 25 minuta, që do të thotë 22 minuta dhe të dy konkurrentët e kanë përfunduar pjatën e tyre. Mandi, unë të ftoj të vish këtu, sepse jemi gati, po, ta gjej unë, Juri, mos u shqetëso. Mandi, kanë përfunduar të dy recetët. Dhe recetat, po. I kemi servirë shumë bukuriva. Si shtash, mua pëlqeu dhe ideja se si ne i kompozuam. Pra, i kemi mënyrë se si të dy kanë gatuar. Ndërkohë, më falë Mandi, Elton, poshtë ke pirunin. Poshtë, jo, poshtë, nga ana tjetër. Or Elton, nga ana tjetër. Aty. Doje gati? Pra, si shtash, i kemi kompozuar dhe gatuar shumë, më duk shumë interesante mënyra e gatimit. Pra, tek Juri dhe tek Eltoni. Dhe kompozuar shumë bukur të dyja recetat. Vlem për të progresuar pjata që Juri ka kompozuar. Ndërkohë dhe nga Eltoni... Ama dhe Eltoni nga nga tjetër e shohem që vërtet e ka realizuar shumë bukur dhe serviru me shumë fines. E ka menduar mirë. Dhe janë bërë, si pas ideës tyre, shumë bukur, janë gatuar dhe fantazuar për prezentuar pjatët. Më duket mua, apo do ndihesh një do kesh një pozicion shumë vështirë sot? Shumë, pasi në kanë dhuruar emocione gjatë kohës që të dy gatuar një recetat, unë e shikoja dhe më vinte mirë që të dy, si pas ideës tyre, pra si shtam, duke i parë se si kompozonin pjatat, më pëlqente dhe kisha emocione dhe kam tani që do japim dhe vlerësimin. Mirë, Mandi, atëre nisim me recetën e Eltonit. Koha për të shijuar është një mision i bukur sepse na dhuron emocione, argëtim, sfidë. Të me që isha të Eltoni, për marrë dhe pirurin dhe thikën, që ta kemi më të kollajshme. Mandi, e që je, futë dhe një glëng konjak. Për ta shijuar më mirë. Për të qenë pak shësi i turbulluar për të dëmë lërsimin. Mirë, atëhere, një koment të shkurtër? Pas provës? Si kanë gatuar? Atëhere, si shtash, më pëlqeu shumë, më shije të dyja shumë mirë. Si shtash kanë gatuar shumë bukur, nga dhuruar emocione. Dhe tashmë që unë do jap dhe vlerësimin pra kush e meriton ose jo, kam akoma emocione. Mirë, atëre për t'i hequr dhe Mandit emocionet, që të gjithë ty që sot ke emocione, në s'ke dhe njerë emocione, se nga bërë të i... Quna si jeni ndjerë njerë? Elton? Shumë mirë. Je ndjerë mirë? Shumë. Do të marri malli për ne që së të ikësh? Po. Po, pa tjetër. Juri, do të marri malli? Pa tjetër. Apo je si e kafe në mëgjisin dhe lapin tash? Mirë. E rëndësishme që keni arritur deri këtu, që do të thotë që të dy jeni konkurent të fort, të ndryshëm, pra tjetër gjë është Juri dhe tjetër gjë është Eltoni, ndërkohë që Mandi duhet jap dhe pikërisht atë verdiktin ose vlerësimin final. Cili nga këto dy konkurrentë do të kalojë në fazën finale, Juri apo Eltoni? Atëherë për mua meriton të kaloj kuzhinjeri i frutave. Juri. Juri, bravo. Elton, hajde njërë këtu, hajde. Hajde se ne nga veri u zdërzoni kolaj. Ti ke Ai që me sfidoj mua, do marrë çmimin e parë. Vërtet? Po. Kjo do të thë që ja uron ti që të marrë çmimin e parë. Ne urojmë që të fitoj çmimin e parë më i miri, Mandi. Kështu që jemi të hapur, kemi dhe fazën finale, që do të thotë janë dhe disa personazhe dhe konkurrentë vërtet të fortë në fazën finale. Kuptohet që do të jetë faza më e vështirë për ne të gjithë e duam njësoj, por do të fitojmë më i miri.
Eldon, shumë faleminderit, jam i bindur që ti do shkëlqesh si kuzhinier. Bashk bëm ç'bëm, kemi shkëlqyer në atë pjatë. Miqtë e mi, fituesi për ditën e sotme është Juri, ose ndryshe kuzhinieri jon i frutave. Mos harroni të takohemi së bashku në këndin e intervistës. Sot ka pasur vërtet emocione shefi në kuzhinës, të merrem pak me mandin se vetëm pas pak. Miqtë e mi, ne zgjohemi në mëngjes dhe mezi presim momentin për të ulur dhe për të shijuar kafen e mëngjesit. Pikërisht për këtë do të flasin sot, për botën e kafes. Kemi të ftuar në studio Jana Qikon, do ndryshe njihet Jani. Për 25 vitesh ushtron profesionin e baristit, ka përfunduar studimet e larta në Qipro për hoteleri turizëm. Ka aktivitetin e tij për 20 vitesh dhe sot do të flasim pikërisht për kafen dhe profesionin e tij. Përshëndetje Jani, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjitha. Na ke sjellur kafe të shumëllojshme? Po, kafe filter, frappe, fredo me shetë ndryshme me krem bimore. Dhe do të nisim bisedën paraprakisht duke ju pyetur se si e keni nisur këtë profesion, këtë dëshirë për kafen? Të dëshirën e kafes e vërtet është kur mbarova shkollën, jam lëndur në Saran, rindur në Saran, dhe puna e parë që bëra që barist banakeri asaj kohe në Saran. Edhe që gjë e parë që kapa grupin e Espressit, për herë të parë punë në jetën time. Që të herë dashurova, megjithëse nuk që ka shumë e zhvilluar, duke ikur në Greqi, vetë mbaroj shkollën e hotelerisë në Qipro, kthehem, hap lokalin tim për 20 vjet në Greqi, restorant, kafe, dhe duke vazhduar gjithmonë kafin e kisha në pasionin tim. Rreth viteve 2002-2003. Jeni rikthyer në kafja në Greqi filloi dhe po bëhej çik trendi. Edhe unë me atë mënyrën e kafes, se siç e dija në atë kohë, fillonte çik edhe e shikoja që nuk po ecte kaq mirë. Me do të detyrova që të shoh se çfarë lëviz në treg, që edhe unë të informoja më shumë për të bërë akoma më i mirë për veten, për lokalin tim. Dhe filluan të kërkoj sa më shumë informacione për kafe. Derisa dorën kurset e para 2006-2007, që po bëheshin më specifike, më të specializuara mbi kafen. Duke më mësuar historinë e kafes, edhe pse pa ditur historinë nuk mund të pish një kafe të mirë, nuk mund të prodhosh një kafe të mirë, nuk mund të kesh vlexhanin tonë cilësinë që do. Dhe kështu që ju futa asaj punë dhe gjithmonë ki pension sa vende dhe poshtoj. Dhe jeni kthyer në Shqipëri prej sa kohësh? U ktheva në Shqipëri ka të paktën 1 vit e gjysmë. Erdha kështu si turist në Tiranë, pas që ka jashtëzakonisht shumë kafe, pihet shumë kafja. Dhe nuk po shijoj kafen tënde? Po, nuk po shijoja kafen që duaj. Që duaj, po. Sepse atë që shikoja në për kafe që veja nuk kanë profesionizëm, nuk kanë profesionizëm të bërisë e kafes, se nuk ka në mendja një shkollë të përshtatshme për të mësuar një kurs për të bërë se si përpunohet një kafe. Se si përgatitet kafja, sepse kam përshtypjen që edhe kjo gjë ka sekretet. Ka sekretet e saj. Të jashtëzakonshme. Që janë shumë të vogla, po janë shumë të rëndësishme për të dalë në flixhan kafja që duhet. Duhet të dalë në sekondat e saj, në temperaturat që duhet, me ujë pa tjetër të filtruar, se ka të bëjë jashtëzakonisht shumë. Janë 5 faktoret shumë që ndikojnë për të dalë një flixhan kafe shumë i mirë. Në radhë parë është mishelli, që duhet të jetë sa më i mirë. Në radhë të dytë është pajisja që e përdor edhe sa e pastër e mban. Në radhë të tretë është dora e njeriut. Dora se si i mirëmban ato dhe ka të bëjë atë që jep shpirtin kur e bën kafen, që thonë, siç kam zgjedhur atë që Eva të vish një ditë të kam bërë kafe me ndjej, se unë e di se si e kam bërë kafen, që të dalë kaq e mirë në flixhan.
Dhe faktori tjetër është mulliri, që se kafja ka vetit që të thith komplet ato aromat që ka në ambient, dhe lagështirën, kuret, bimet, si pas hape kondicionerin, hape dritaren, Pra dhe këto kanë të ndikim. binë jashtë zakoni shumë. Edhe kur është një kafe cilësore, këto duken në filxhan. Kurse kur kafja nuk është ka shumë cilësore, filxhan nuk e kupton. Po e kupton se do ka shumë hedhëri dhe do shumë sheqer për ta pirë. Për ta pirë. Dhe Jani, nëse do të ndalemi për të bërë një krahasim midis Shqipërisë dhe Greqisë, aty ku ti dhe ti ke punuar, si do të ishte kultura krahasimi, pra përsa i përket kulturës e të shijuarit të kafes? Sepse dhe ne kemi një kulturë të veçantë në shijim. Po. Pse më të historik kështu për kafe në përgjithësi që kafen e ka sjell perandoria turke në Shqipëri dhe kafe parë që është përdorur është kafja turke. Në fakt, tëra shtetet e Evropës që kanë vajtur tër kafen e quajnë kafen e tyre, kafe shqiptare, kafe greke, kafe kipriote, kafe bulgare, kurse ne quajmë kafe turke nuk e di përse. Turku nuk prodhon kafe. Turku që i vetmi që e kishte sjell në perandorinë e tij. Po mënyra se si pijet kafe edhe një gjë tjetër që më ka bërë shumë përshtypje në Shqipëri, edhe unë e pija parasetikja që pin kafe shumë të zezë, që bën shumë keq. Ka një pul që është djegur do njerë në fund, të ka marrë qik më shumë. Peca lartë e jashtë me pulës. Të pëlqen, se ka shije të fortë, është shumë e mirë, por të bën dëm. Për mua edhe kafja e zezë bën dëm. Pra kafja duhet të jetë sa më shumë e... Sa më shumë e ciltër, sa më e hapët, sa më floriri, ngjyrë floriri. Tjetër, diçka tjetër që ne e ndjem në Shqipëri, jam e bindur që dhe ti e ke ndjerë, ne kafe filter nuk përdorim. Po, kafe filter, këto gotat, kafet kafet e gjata, kafe to go që themi për të marrë kafen, ti tani në zyrën tënde, në makinë, në punë, gjatë gjithë ditës. Atë që shoh që ju doni ta mini kafen në përgjithësi, dozën ta mini në një kohë të shkurtër, në sasi të vogël. Në sasi të vogël, një dozë të madhe. Kurse duke marrë këtë kafe, e ka dozën e kafes, të njëjtë dozë që do marrësh në filxhan duke pirë për 2 minuta, 2 sekonda, dhe kurse këtu e merr dozën avash. Edhe të jep energjinë që do gjatë gjithë ditës. Mirë, Jani, ju keni eksperiencë prej shumë vitesh në botën e kafes. Sa lloj kafe kemi? Si ndajmë kafet ne? Kafen kemi shumë llojshmëri kafesh. Kafet janë 4 kategori, janë kafet turke që filluam që pari, janë kafet espresso, kafet filter dhe kafet e qastit. Nescafe në përgjithësi. Kafe qastit, Nescafe është një firmë. Edhe kafet e veçanta. Kafet e veçanta janë sistemi mollë korçe. Mollë korçës nuk mund të betë në lush. Mund të marrësh farën nga korça, po s'ka asnjë mundësi të betë si që është mollë korçës. E njëjta gjë kultivimi që betë kafja Jamaica Blue Mountain, që është nga kafet më të preferuara në tërë botën. Betë vetëm në atë vend, në atë parcel dhe kultivohet me ato vetit e saj të karakteristike që ka. Dhe ju i keni futur të gjitha këto dhe kafe dhe të gjitha artin tënd, të asaj çka ti bën, e ke ardhur dhe dëshiron që ta fusësh dhe në Shqipëri. Tani, prej sa kohësh e ke hapur barin? Bari është hapur tani 5 muaj. Prej 5 muajsh. Është ende herët për të folur dhe për të thënë një vlerësim. Megjithatë, në një farë mënyrë ke krijuar ata idet e para. A ka filluar në Shqipëri, në Tiranë, me që ti e ke në qytetin e Tiranës, që qytetarët ta kuptojnë këtë pjesën e të marrit kafe dhe të ikur. Më pëlqen se shikoj që po marrin kafen në dorë, fillon ajo pjesa e Evropës që marrin kafen në dorë për të ikur. Po. Pra ju e ndjeni këtë ndryshim. Ndjej që avash fillon edhe futet, po. A ka tentuar në njërë Jani si profesionist të kryoj? Shumë. Bëj edhe kafe shumë të veçanta duke nxjerrë një që kam kafen time Bergamonto dhe Cardamom, këtë si quhet një erës, duke nxjerrë esencat e tyre dhe i shtoj në espresso ose në kafet e gjata me një shihet pa parë. Koktejl kafesh me një fjalë. A ka shumë rëndësi tek pjesa e përveç se le të themi në brëndësi, kafja është shumë mund të jetë shumë e shijshme dhe shumë cilësore. Mënyra e servirjes
mënyra, janë disa elemente të cilë një farë mënyre neve në fillim fare na pëlqen ta shohim me sy dhe më pas ta shijojmë. Nuk po flas për pjesën e kafeve të cilat janë ti merr në një gotë të madhe dhe largohesh sepse ke punë ku nuk ke kohë. Po flasim në një moment që ti ulesh dhe dëshiron të shijosh një kafe të mirë me një kek ose me diçka. I kushton e rëndësi pjesën së dekorit sepse kam parë në shumë dokumentare dhe në shumë latte art, po. To pjesën e artit të... I kushtojmë, po ne na intereson më shumë, jo shumë arti se sa cilësia. Më intereson më shumë, jo krema që ka lartë, po kafja që është poshtë. Të dyja bashkë, më atë jep. Po ka të bëj shumë kafja që është poshtë sa cilësore është. Edhe për organizmin e njeriut, edhe për... Se ne kemi dëgjuar dhe që kafja bën dëm, Jani. Po, një kafe jo cilësore, kafja ndajet në dy variantete. Është arabika dhe robusta. Arabika rritet mbi 800 metra mbi nivelin e detit dhe robusta rritet 800 metra e poshtë. Siç e dim, të gjithë tëra që rriten në pjesë të ulta kanë më shumë probleme me kultivimit. Sa më lartë është ajri më i pastër, është gjithmonë rriten më bio. Arabika është një kokër e madhe e kafes, ka shumë pa kafein, është shumë e shishme dhe nxjerr aroma fantastike. Kafeini saj fillon nga 1.1 deri në 1.6, në krahasim me robuston që fillon nga 2.2 deri në 4. Vetëm këtu fillon krahasimi i kafeve, cila është një kafe cilësore dhe një kafe jo cilësore. Ne përpiqemi të sillim kafet nga vendet më të mira që kultivohen në tërë botën. Kafja do që të kultivohet në vendet që ka lagështit më shumë se 20, temperaturë më shumë se 24 gradë dhe që ka dëndje rreshjesh të përditshme. Përpiqemi të sillim kokrat më të mira dhe kafën që kemi 100% arabika. Kemi mbajtur edhe një mishëll se si shumë në Shqipëri është kultura italiane që kanë robusto në vetë. Kemi dhe një mishëll me 30% robusta dhe 70% arabika. Kurse të gjitha kafet e tjera kemi 100% arabika dhe më shumë kafet e veçanta që janë ato që thash që pari që të gjitha këto kafet mund t'i marrësh edhe për në shtëpi. Kjo është logjika jonë. I solëm kafet që ti mund t'a marrësh, t'a pish kafe në filtr në zyrën tënde, duke bërë emisionin, para se të bësh emisionin, të përgatish një kafe filtr, si që do ti, si pas përgjesjes që ke, ne do të presim kafen, ta presim atë minutë, se kafja ka të bëj shumë, si që tas që thith të tëra këto çfarë gjënde në ambient, i thith edhe aromat edhe lagështirat, edhe duhet ta presësh sa më e freskët pritet, aq më e mirë është kafja. Mirë, për të gjitha të rëshikues që po na ndjekin, na ndihmon Jani me disa këshilla të thjeshta se si mundet ne të dallojmë, sepse ne nuk kemi ekspert për të futur tek pjesa e përqindjes apo me kaq shumë detaje. Si mund ta dallojmë nëse vërtet është një kafe e mirë apo jo? Pra disa element, për shembull, njëri nga ato që përmendet që mbjellin mua në mendje është pjesa e idhësisë. Do të thënë sa më shumë e idhët të jetë një kafe e fortë dhe sa më shumë sheqer të kërkoj, automatikisht nuk është një kafe shumë e mirë. Tjetër, ndonjë element që ne ndoshta mundet që t'i dallojmë, të dallojmë. Të njëjtën gjë kur ket sheqerin, edhe nuk hapet ajka, të bie sheqeri brenda dhe të mbyllet prapë ajka sikur nuk ka ndodhur asgjë, është prapë e njëjta gjë. Nuk është kafe mirë. Nuk është kafe mirë. Mua edhe një ditë ju ftoj që të pini një kafe 100% arabika edhe do të dashuroni 100%. Dhe shikosh që vërtet pihet kafe pa sheqer. Se që të provosh kafen, duhet ta pish pa sheqer. Që të thosh, është e mirë apo s'është e mirë, ndërkohë se ti hedh 2 sheqer, një kafe me një fjalë shoqëron sheqerin me kafen dhe jo kafen me sheqer. Kafen me sheqer. Edhe këtë faktikisht kërkoj më shumë të gjatë që kafja duhet të dalë në ka ato gramarët e saj të ujit që duhet të bëhen brenda, mililitrat e saj. Jo më shumë, se thith më pas jo statistikat e mira të kafes. Pra në momentin që kërkohet një kafe e gjatë, automatikisht humbet ai raporti ndërmjet ujit edhe sasisë së kafes. Për mua më mirë kush e kërkon kafe të gjatë, mos ta kërkoj nga espressi direkt, nga ato që ka thithur espressi, ta bëj kafe në espres, po normale, gjysmë fixhani dhe andaj le të vë ujë nga ujë të ngrohtë. Ujë të ngrohtë.
është 100 herë më mirë si që është ajo kafe amerikano që thonë dikush që do një kafe të lehtë. Një kafe më të lehtë. Se sa të marrë ato statistikat të këqija të kafes. Se kafja ka statistikat të mira, ka dhe të këqija, nuk duhet të futim më saj, se është një pjesë tjetër, po që mos të thithë statistikat e këqija, për mua është më saktë kjo. Mirë, Jani, një pyetje të fundit. Cili është objektivi i Janit në Shqipëri, përveç se që ke hapur një bar në cilën dëshiroj të ofrosh? Objektivi që erdha në Shqipëri, të thash edhe në fillim, doja për të sjellë një kafe trendi për këtë kafe to go më shumë, çdo gjë që bëjmë me kafen, ta marrësh në punë, në zyrë, në udhëtimin tënd. Prandaj zgjodhem edhe vendin në dalje të Tiranës që të shoqëroj gjatë rrugës, mos të marrësh ato dozën e kafeinës për ditë. Dhe këtë tutje duam këtë firmin, kofin, ta bëjmë të madhe. Dhe kemi dhe kërkesa brenda 5 muajsh, duke shumë pak, por megjithatë kemi shumë kërkesa. Edhe në Maqedoninë, edhe në Kosovë, edhe këtu në Tiranë, edhe në Fier, deri tani që janë bërë, kemi bërë bizetime për të marrë franchise kafen. Ajo është qëllimi jonë të shesim kafen firmën tonë franchise. Duke i mësuar klientit ati që do e marrë kafen, ti bëjmë kafen modelin që kemi ne, ti mësojmë për punimin e kafes edhe për ta zhvilluar akoma dhe më tej. Të gjitha produktet që kemi sjellë nga Greqia duke furnizuar dhe me produktet. Edhe në krahasim me bashkëpunim me Art in Foodin, përpiqemi më që këtu në Shqipëri kam parë që nuk ka shkollë baristas, siç atë që kam mbaruar unë, edhe kam bërë 2 të tilla në mënyrë që të jem sa më i mirë. Të hapim në bashkëpunim me Art in Food dhe In Coffee, të hapim një për më që duam të zhvillojmë jashtëzakonisht në tërë Shqipërinë, thash Maqedoni, Kosovë, edhe Maltëzi. Të futim në kofin, që të futen njerëzit... Që shumë të rinj të mësojnë ashtu siç duhet për një profesion të caktuar. Të mësojnë të kenë kulturën e kafes në të gjitha drejtimet, të dinë të bëjnë kafe, nga ana profesionale. Në fakt është shumë e çuditshme kjo pjesë, sepse në përgjithësi në Shqipëri konsiderojnë persona të cilët punojnë në bar ose në profesionin e barisit apo të kamaririt, automatikisht janë ato persona të cilët nuk është se kanë një formim të tillë. Ndërkohë që është e gabuar, sepse si kamarieri ashtu dhe baristi do të vijë dhe momenti në Shqipëri ku ato duhet i nënshtrohen një studimi dhe një formimi të tillë. Mirë, ndërkohë regjia më ndihmon pak të shohim disa nga fotot që na ka sjellë Jani, për të parë se çfarë ka përgatitur. Çfarë është tu, Jani? Ajo është freddo cappuccino. Ajo është historia e kafes, logoa jonë që gruaja që merr kafen, që mbledh kafen, që mbledh se kafja duhet të flasim një ditë tjetër për historinë, është një histori e gjatë. Është robusta arabike që thosha. Arabika shikon është kokër më e madhe, më jeshile, më gjithë ato statistika që thashë pari në krah është arabika. Robusta që është më e vogël, më shumë kafein. Që nga latte e artë që the një cappuccino. Kokre kafes, e cila është qershia, në fakt ne kafja që përdorim është bërthama që ka brenda. Është qershia që e han, edhe brenda është bërthama që nuk hahet, siç ham qershin edhe bërthama nuk e ham. E njëjta gjë është edhe kafja. Nescafe me shumë shije fantastike, tani në dimbër për të shoqëruar, me shije fantastike. Këto këtë është granita me... E kemi me bio pure, dhe bëjmë granitat shumë të mira me tërmend, jo se i kemi ne, po janë me bio 100% pure frutash, jo me plurë edhe me çdo gjë që cirkulon në treg. Mirë, Jani, unë faktikisht dëshiroj që ta mbyllim bisedën sepse koha kaloi, po më bëre kurioze tani me këtë historinë e kafes, sepse skemi ne ndërmend më të flasim për kafen, të t'ja heqim kuriozitetin edhe teleshikuese. Në botën e kafes dhe ke një grua e cila mbledh kafen, si është historia? Shumë shkurt. Historia shumë shkurt, kudo që kultivohet kafja, zgjodëm logon, të flas pak a shumë për logon. Zgjodëm logon është kudo që këtu kultivohet kafja, gruaja që e mbledh kafen,
fabrika që e mban atje, që magazinimi, që bëhet magazinimi mirë, edhe zogu jonë që sjell kafen këtu nga vendet e larta, për ta sjellë në fliçanin tonë. Aha. Kjo ishte pra e gjithë pjesa e... Kjo është logjika e gotës sonë. Pak shumë pak nga historia e kafe kështu mënyra se si... Të marra për cipta, si? Se si vinë po. Dhe të silla vetëm në një imazh. Mirë. Dhe në fakt kot nuk thonë që një imazh vlen sa 1000 fjalë. Ekziston një shprehje. Kështu që dhe ju me një imazh keni... Me një imazh po, mamëdje se kemi mbledh komplet atë në botën e kafes, duke patur një shumëri të madhe kafes. Mirë, Jani, unë të falenderoj. Duhet të mbyllim bisedën sepse kaq që kemi minutazhin, bashkë mund të qëndrojmë për të konsumuar gjithë to kafe që kemi ne deri nga ora 4 këtë fest këtu jemi. Edhe ju pres në lokal. Faleminderit, të falenderoj edhe që pranove ftesën. Edhe mënyrën se si përgatisim kafet. Faleminderit. Miqtë e mi, ndërkohë që përcjellim Janin, ju kërkoj ndjes sa i përket pjesës në radhë të parë të folur, sepse Jani për shumë vite jeton në Greqi dhe pa diskutim që gjuhën shqipe e ka pak të vështirë sa të ambientohet, ka vetëm thjesht 5 muaj që është rikthyer në Shqipëri. Megjithatë jam e bindur që ne kemi kuptuar dhe bashkëbisedimi jon ka shkuar shumë mirë. Vetëm pas pak do të takohemi në këndin e kuzhinës sepse na pret Mandi me recetën e tij për sot. Dhe sot Mandi do të gatuajmë risotto? Po Iva, ku do shkonim ne sot pa gatuar një risotto? Ku? Do gatuajmë një risotto shumë të thjeshtë. Nga mënyra se si unë do ta përgatis, pra është një risotto me kërpulla. Unë kam menduar ta gatuaj me verë të kuqe. Si zakonisht risottot gatuhen me verë të bardhë. Por duke menduar që kemi mishin e viçit, pra kemi mishin e viçit është i kuq, dhe kërpullat konsumohen me verë të kuqe dhe mish, thash pse jo, ta gatuajmë këtë risotto me verë të kuqe. Pra, do marrim një ngjyrë në afërsi të ngjyrës së kuqe, pra së verës, dhe nuk do dalë risotto me kërpulla siç del zakonisht, do dalë me ngjyrë orizi. Pra, risotton do ta gatuajmë së bashku me mishin apo mishin në... Së bashku me mishin. Është një risotto e idejuar, pa si thash, duke parë që si shtash, ne konsumojmë mishin e viçit me verë të kuqe dhe orizin... Ke bërë një ndërthurje? Një ndërthurje të produkteve. Dhe ke gatuar dhe herë tjetër apo kjo është? Kam gatuar. Patjetër që po, unë çdo recetë që bëj kam gatuar. E ke gatuar dhe herë tjetër. Ndërkohë shoh që këtu ke përgatitur dhe bulionin e perimeve me majdanos, karrotë, selino, qep dhe selino. Mirë, e nisim. Do ndesim këtë zjarrin ku ne do vendosim dhe tiganin. Pra kemi ndezur, shtojmë në tigan pak vaj dhe pak gjak. Pak vaj dhe gjak. Dhe ndërkohë në fillim do shtojmë mishin e viçit. Kemi marrë pjesën e bërxollës, pasi është më e butë. Do ta presim në copat vogla? Në copat e vogla. Mund ta gatuajmë dhe me pjesë të tjera të viçit. Unë mendova pjesën e bërxollës, pasi është më e butë dhe gatuhet më shpejt. Ka dhe një shije më ndryshe nga pjesët e tjera. Mund ta bëjmë dhe me fileto të viçit. Unë mendova me bërxollën, pasi her pas here ne kemi gatuar dhe me fileto. Mendova sot ta sjell me pjesën e bërxollës. Pra kam hequr nga kocka pjesën e mishit dhe kam marrë pjesën e tullit. Atëherë, në fillim do shtojmë mishin Iva, pasi duhet ta skuqim pak më shumë. Ndërkohë që përgatisim mishin, përgatisim dhe produktet e tjera, si selinoja, duke ndarë në pjesë shumë të vogla. I bërë dhe gati selinon. Tani merrem me kërpullat. Kërpullat ne do t'i konsumojmë së bashku me pjesën e bishtit. Pra, në her pas here kemi gatuar kërpullat, kemi gatuar dhe me bishtin dhe pa bisht. Dhe pa bisht.
Në këtë rast, ne do t'i konsumojmë dhe me bishtin, pasi dhe bishti është i konsumueshëm. Sepse me një mik i imi më bëri një pyetje, po bishti, sepse unë nuk e kam parë herë të tjera kur gatuan. Dhe në fakt bishti, a është i konsumueshëm? Është. Po pse nuk e përdorin shumicën e recetave bishti? Jo, është i konsumueshëm bishti, por duke parë që thjesht ka emrin bisht, është ajo ideja e Ndërkohë bishtit. është e njëjta gjë me E njëjta gjë me pjesën me kërpullën. kërpullës. E njëjta gjë është, nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Tani kemi shtuar mishin ku ne po japim një skuqje të lehtë. Do shtojmë qepën. Ndërkohë do shtojmë dhe kërpullën. Pra mandini, sa herë që bëhemi gati për të përgatitur një recetë me bazë mishin në këtë lloj mënyre, pra, e Gjithmonë para mishi është i është pari. i pari produkt është mishi. Mishi. Më pas, Sepse do një hedhim kohë qepën. kavërdisje ose skuqje të themi, pak më gjatë se produktet e tjera. Sidomos kur kemi mishin e viçit, ë? Kemi hedhur dhe kërpullën. Kemi edhe kërpullat, qepën edhe po i kavërdisim të treja së bashku. Dihet tashmë që në momentin që hedhim kërpullën, kërpulla Kërpulla ka merr të vetin që gjithë pilë yndyrën dhe më pas, pasi yndyrën. fillon të skuqet, e lëshon. E theksoj këtë fakt sepse na ka ndodhur te njëra nga konkurrentët, nuk e mbaj mend se cila ka qenë, që në momentin që hodhi kërpulla, nga që e pa që nuk ishte më yndyri, shtoi akoma dhe më shumë. Dhe çfarë ndodhi në fund fare? Kur u servir? Pati një rëndesë nga ana e yndyrës. Mbaj mend se cila ka qenë nga konkurrentët dhe atë ditë për fat të keq ajo humbi. Dhe u eliminua. Po një ndër gabimet ishte edhe pikërisht dhe kjo. Kjo është. Atëherë kemi shtuar në këtë tigan pak vaj dhe gjallë. Kemi shtuar mishin të prerë në kubik. Pasi kemi shtuar mishin, kemi shtuar qepën të prerë po në kubike. Kemi shtuar kërpullat të ndarë në feta. Pasi kërpullat filluan të zbutet pak, kemi shtuar selinon. Tani do shtojmë orizin. Dhe ka lënë dhe orizin këto? Dhe orizin do t'japim një kavërdisje të lehtë të gjitha së bashku. Më pas do shtojmë selinon, më falë verën e kuqe. Tani shtojmë me verë. Do marri një ngjyrë jo të bardhë orizit, duke shtuar verën e kuqe me një ngjyrë vjen në vjollcë. Do ta lëmë pak fara që të avullojë dhe vera dhe të marrë shijen të gjitha produktet dhe pastaj do shtojmë bulionin. Dhe do ta lëmë të zihet. Do ta lëmë të zihet në zjarr të ngadalshëm. Shtojmë pak krip tani, Pak piper. pak piper të zi dhe krip. Tani do shtojmë pak bulion, më fali vetë pak. Po. Pak ujë. Vendosën kapak? Vendosëm patjetër. Është kjo i kësaj? Jo. Jo, është i vogël. Është vogël, atëherë kam përshtypjen që duhet ta marrim nga ana tjetër. Tani do përgatisim edhe pak majdanoziva. Majdanozin do shtojmë siç gjithmonë, që ne kemi thënë her pas here, duhet shtohet në fund. Atëherë jo, ne sot përgatojmë një risotto me kërpulla, ë? Një risotto me kërpulla, por të përgatitur në mënyrë tjetër, sepse ne një herë e kemi përgatitur dhe ju kemi propozuar të gjitha anvisave për një risotto me kërpulla, e kemi treguar që kemi shoqëruar pak qep kërpulla, nëse mbaj mend, dhe pak selino. Dhe ka qenë prezantuar me verë të bardhë. Me verë të bardhë dhe ka qenë prezantuar ndryshe. Ndërkohë që sot kemi tentuar të bashkojmë paksa mishin e viçit me kërpullat. Me kërpullat dhe duke i kombinuar me verën e kuqe. Duke i shuar me verën e kuqe. Pasi, siç kemi thënë dhe herë të tjera, shumë herë, jo dhe herë të tjera, që mishi i viçit shkon shumë me verën e kuqe, ndërkohë dhe kërpullat, duke kombinuar mishin me kërpullat, shkon dhe me verën e kuqe. Unë mendova ta shuaj me verë të kuqe, duke shtuar pak sasi më tepër se shtohet zakonisht. Nuk kam shtuar 50 ml, kam shtuar 150 ml, për të marrë shijen më të fortë të verës, pasi ne kemi dhe mishin dhe kërpullat
si produkt në këtë risotto. Dhe në fakt, Mandi, ne propozojmë receta të vështirësive le ta quajmë ose të kohës që hanë të ndryshme. Çka do të thotë? Ditën e djeshme kemi rekomanduar një recetë që do goxha për kushtim. Pra në një farë mënyrë punohet në 3 tigan, pavarësisht se koha e përgatitjes është 25 minuta, 30 minuta, megjithatë duke pasur parasysh që një familje nuk ka vetëm një person, po janë 4 persona, automatikisht shtohet dhe koha e përgatitjes që duhet harxhohet për të përgatitur çdo recetë. Ndërkohë që receta që kemi rekomanduar dhe propozuar sot është krejt ndryshe, është nga ato receta që le t'i fusim të gjitha në një vend dhe të vazhdojmë në një tigan dhe të vazhdojmë punët e tjera. Për rreth 10 minuta, besoj se për 10 minuta është gati. Do në afërsisht, duke filluar nga procesi i parë, duke vendosur mishin, orizin me radhë gjitha, shkon afërsisht në 17 minuta. 17 minuta, ndërkohë maksimumi 20, duke lënë në zjarr shumë në dalqem, duke u zirë në zjarr shumë në dalqem, shkon 20 minuta fiks. E ndërkohë në fund ne kemi përgatitur dhe një drekë të shishme, por dhe një pjatë e cila nuk na ka ngrënë shumë kohë. Jo, shumë e thjesht nga mënyra se si ne e bëm, besoj teleshikuesit duhet ta kenë vënë re, dhe në momentin kur ne ta servim, do ta shohim se si merr dhe pamjen, nuk merr një ngjyrë të bardhë, merr një ngjyrë paksa në vjollc ose në kafe të lehtë, pra duke përdorur me verën e kuqe, nuk del risotto siç dalin të gjitha, pra të bardha, merr një ngjyrë tjetër, ja siç ta shohim në këtë rast, kemi një ngjyrë tjetër të risottos. Mirë, ndërkohë për përgatitjen e kësaj recete ne na nevojitej risotto, orizi, kërpudhat, qep, serino, verë kuqe, gjalp, vaj ulliri, kri piper, majdanoz dhe djath parmigiano. Dhe të gjitha këto produkte ne i ke pasur mundësinë t'i marrim pikërisht te supermarketi Xhangolli, i cili kohët e fundit ka hapur dhe një pikë të re pra pikërisht tek stacioni i trenit. Ndërkohë Xhangollin ne i gjejmë tek kodrat e Liçenit, tek komuna e Parisit, tek rruga Seri Kodra, Naim Frashëri dhe tek stacioni dhe Myslimshire. E tek shtëpia Mandi tek stacioni i trenit. Kaq shumë sa ta kemi përmendur shtëpinë Mandi. Jam bërë si pare kuqe kur i thonë fjalës. Mirë, faleminderit Xhangollin, në fakt është miki i emisionit tonë. Është shumë e rëndësishme që përveç se ne të blejmë produktet me cilësi të mirë dhe një kosto të lirë, gjithashtu pse jo të bëjmë dhe ne pjesën tjetër që të rekomandojmë receta të cilat kanë fantazinë, ideimin brenda, por gjithashtu pse jo të kursejmë paksa. Një kosto jo fare të lartë, një kosto jo fare të lartë, një kosto minimale. Të realizojmë një pjatë me ata çka kemi në frigorifer. Dhe në një sekond, ta ndalemi pak te kjo pjesa këtu, Mandi. Tek pjesa e frigoriferit. Tek pjesa e frigoriferit. Me çfarë produktesh mundet që ta përdorim të ta atëre mund të jetë një risotto fare thjesht, duke konsumuar sot në drek për shembull perime të zjera. Na kanë tepruar në drek. Përgatisim një oriz të thjesht, një pilaf ose një oriz për risotto, sepse ndryshon orizi pilafit për risotto. Pra orizi pilafit është orizi thjesht, ndërsa për risotto janë 4 lloje orizash që përdoren. Është parabuleti, është arbori, është kanaroli, është dhe mos gaboj quhet fistikjo. Dhe të gjitha këto 4 oriza ndahen sipas vlerave? Sipas vlerave dhe sipas teknologjisë së gatimit. Pra orizi parabolet është më i thjeshtë në gatim, edhe këto të 3 tjera që më përpara shpjegova, ka një teknikë të krejt ndryshe, por emërtimin e kanë të kundër dhe formën e kanë të kundër. Pra orizi parabolet është oriz i thjesht, gatuhet shumë kollaj, nuk prishet kokra, nuk shpërbëhet kokra, ndërsa orizat e tjerë shpërbëhen, por duhen një kohë gatimi, duke qëndruar te koka, duke përzirë her pas here, që të shohim në momentin që ai fillon shpërbëhet, ne ta kemi përfunduar. Do një teknikë gatimi paksa të vështirë, ndërsa paraboleti është shumë i thjeshtë, ky oriz që ne po gatuajmë sot, sepse pin ujë dhe nuk shpërbëhet kokra, thjesht fryhet, ndërsa kanaroli, arbori ose fistikjo, pin ujë por shpërbëhen. Dhe nuk është shumë i thjeshtë për të përgatitur ato në atë lloj orizi. Ndërsa ky lloj orizi ne po gatuajmë sot. Janë ato orizi që janë pak më të qullët? Është më i qullët. Dhe ky lloj orizi paraboleti është shumë i thjeshtë dhe përdoret më shumë në tregjet tona për risottot, që ne konsumojmë her pas here. Dhe ndërsa orizi që ne përdorim për pilaf, besoj dim të gjithë që kemi gatuar. Dhe siç thash, kanë tepruar perime të ndryshme, zihem orizin më vete dhe më pas i bashkojmë me perimet orizin të prera në kubike dhe del një risotto me perime. Në qoftë se nuk do kemi perime të zjera, mund të kombinojmë me kërpudha ose me perime të tjera, pra me bizele, me karot, me rrush
të thatë. Ne kemi gatuar e pasere edhe me fruta, thata. Për sa e përket mishe, mund të përdorim edhe mish pule, patjetër. Ose prosciutha të ndryshme. Patjetër edhe prosciutha, ka mënyra të ndryshme. Pra, orizi është baza dhe pastaj kombinojmë çfarë duam. Kombinimet janë sipas dëshirës dhe mundësisë që ne kemi. Orizi është baza e risottos. Pastaj kombinimet janë pafund. Ne kemi bërë shpesh orizat të ndryshëm dhe kemi thënë që mund të bëhet me këtë lloj përbërësi, mund të heqim këtë, mund të shtojmë atë. Ka mënyra pafund. Dhe ndërkohë kemi përsëritur dhe herë të tjera, por le ta themi dhe sot. Gjithmonë kur gatuajmë oriz, por gjithashtu të njëjtën filozofi ndjekim dhe kur gatuajmë pastat. Duhet që ne t'i kemi paksa të lëngshme, në mënyrë që derisa të vendosen në pjatë dhe në momentin e konsumimit ata të jenë trashër paksa. Do të thënë, duhet jetë pak i lëngshme në moment që ne kemi të gatuar dhe kur e servim, ajo Se gjithë koha që nevojite? Vetë që ajo pret, pra në moment që ne do ta konsumojmë, ajo fillon e pinë avash të lagështirën që ka dhe fillon thahet. Duhet gjithmonë të jetë paksa e lëngshme. Ja dhe pak fare. Fikëm e zjarë, e lëm pak fare me kapak. Dhe do ta servim. E lëm për afër 1 minutë me kapak. Mund ta shoqëron me djath? Me djath parmigiano, në qoftë se nuk kemi parmigiano me kaçkavall. Është më pak, kushton më pak. Ne duke shtuar pak majdanos, siç ne do ta shtojmë tani, në përzieren e orizit. Por t'i dhënë edhe një ngjyrë dhe shije. Më ndihmo pak me djathin parmigiano, cili ndihmon për lidhje dhe shije. Kur shtojmë djathi parmigiano, duhet ta përzim shpejt, që djathi të tretë dhe ta lidhë orizin. Dhe tani e kemi gati për ta serviruar. Ja, si thash, ka marrë orizin një ngjyrë tjetër nga vera e kuqe. Shtojmë dhe një lupë. Dhe vendosim pak fare majdanos për dekor. Edhe risotto janë fare thjesht. Dhe kaq përfunduam, Kaq përfundoi dhe risotto. Anvisat e mia të dashura, kjo ishte dhe receta e propozuar për ditën e sotme. Sot është e martë, ndju kemi rekomanduar një pjatë me bazën e mishit, sot kemi kaluar tek risotto, nesër ma premtoj që do të jetë spageti. Patjetër. Se ndryshe, do kemi probleme bashkë. Të bëjmë një spageti shumë të thjeshtë, në gatim dhe shumë të shishëm. Por të shishme me të gjitha. Patjetër. Dhe me një kosto jo shumë të lartë. Dhe me një kosto të lirë. Mirë, Mandi, unë të falenderoj, na knaq gjithmonë në pjesën e fundit, dhe sa duket na përgatit mirë që të ulemi dhe ta shijojmë siç duhet drekën. Sa herë që ora shënon 13:30 nga e hëna në të premte, ne jemi tek ju vetëm në kohën për të shijuar. Mos harroni, vetëm në ekranin e Albania Screen mund ta gjeni Idhë dhe Bandin. S'ka më tjetër. Ju takofshim. Ju takofshim. Yeah.